Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida. Përshëndetje miq. Një gjë tjetër që mësova nga masterclass, ka shumë njerëz që dinë të bëjnë shumë gjëra të bukura, por dukshmërinë ose nxjerrjen e tyre këtij potenciali përballë të tjerëve është që e lënë në mënyrë të vazhdueshme në dorë të dytë. Fjalia më e thjeshtë që unë dëgjoj është nuk di të shes veten. Kam 3 pyetje miq, që ndoshta mund të ndihmojnë secilin të fillojë të mendoj konkretisht si ta zgjidh, si ta kaloj këtë pengesë që ne i vëmë vetes tonë. Pyetja e parë, kur ishte hera fundit që fole me bindje për vlerën që flet, pa u ndier në siklet dhe pa kërkuar falje për atë që po thua, pa e konsideruar sikur po mburesh? Pyetja e dytë, çfarë ke arritur në 12 muajt e fundit, një gjë që njerëzit përreth teje nuk e dinë, sepse ti kur nuk e folur për të, e ke mbajtur larg tyre. Dhe e fundit, nëse dikush nuk do të gjykonte, ti nuk ndjen që do të gjykonte, si do ta prezantoje veten, aftësitë, backgroundin tënd, rezultatet e arritura deri tani, po dhe ëndrat e tua. Unë mendoj që këtu fillon. Duke u lënë me një mendim për sa i takon atij mendimi vrastar që ka të bëjë me unë nuk di të shes veten, ju uroj sukses në sfidë. Miqësisht e Lida. Përshëndetje miq. Kemi ardhur te pika kush me kë. Pra ti ke vendosur një studim për një shtator, ti ke vendosur çfarë do bësh, ti ke vendosur çfarë do duhet të mësosh, ti ke vendosur çfarë besimi mos besimi do duhet të vrasësh, të largosh rrugës në qëllim që të arrish qëllimin tënd. Kemi thënë cila është më e rëndësishme, kemi vendosur çfarë janë gjërat që duhen bërë që të arrish në këtë pikë. Pika kryesore tani është kush me kë. Pyetja ime është, cilët janë ata persona me të cilët ti mund të gjitesh në marrë të tilla? Ata persona të cilët të ndjekin, ata persona të cilët besojnë në ty. Mik, në përgjithësi, me kë e ndan jetën? Me kë person e ndan jetën? Me kë ndan punën? Me kë ndan projektet e reja? Ky është projekti i ri. Ti vendos me kë ndan jetën, punën, projektet e reja. Kjo bën gjithë diferencën. Mund të ish deri tani totalisht i qartë çfarë do të arrish. Por nëse nuk e njerëzit e duhur e rrotull, çdo gjë ke të humbur. Uroj me gjithë shpirt që të bëni një analizë të këtyre. Miqësisht e Lida. Okej, për ata që kanë filluar të mendojnë për bashkëpunëtor, për ata persona me të cilët ne duam të bëjmë rrugëtimin e jetës. Dhe në rrugëtimin e jetës unë bëj 24 orëshin, nuk ka të bëjë vetëm me atë gjën që ne duam të bëjmë. Pyetjet që mund të ndihmojnë. Cili është personi, të cilit ti me shumë mundësi ke mundësi të flasësh për këtë projektin e ri dhe ta dish që ai person do të mbështes. Cili është ai person, i cili edhe pse është shumë i mirë, do të thotë po lere me që ke këto, aman prap me këto ti. Cili është ai person që do të thotë në fund të ditës çfarë do të bësh ti, unë jam me ty. Unë besoj në këto 3 kategori njerëzish, ju duhet të zgjidhni këto mirëni. I pari është një person i cili është gati të futet në luginat e tuat për të vajt nga një maj mali në majën tjetër, ka sa lugina. Shpeshet sa këto lugina kanë dhe hije vdekje. Është shumë po shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë që do të kemi një njeri i cili është me ne këmba këmbës. Grupi i dytë janë personat të cilët për mua larg është, sa më larg. Personat e tretë janë prapa ata ju ti mbani larg. Pse? Ata kanë një ritëm tjetër. Kur ajo thot shko bëje, s'ka gjë se unë jam me ty. Nuk është me ty atje në lugin. Ai do të jetë kur ti të kalosh nga një maj në majën tjetër, do vinë se cilën maj do jetë me ty. Miq, besoj zgjedhja e duhur e bashkëpunëtorëve bën suksesin ose dështimin e asaj që ju doni të arrini në një shtator. Nuk ka të bëjë me një shtator, nuk ka të bëjë me synimin, ka të bëjë me si ne zgjedhim bashkëpunëtorët tanë, punëdhënësit tanë, punonjësit, bashkëpronarët në për ide, në për projekte, ka të bëjë jashtëzakonisht cilin grup në zgjedhim, grupi 1, 2 apo 3. Ju lutem shkruani sot me sa jeni të rrethuar, me sa njerëz jeni të rrethuar nga grupi i parë, i dytë apo i tretë. Sukses. Okej, le të themi që kemi ardhur tek pjesa communicate e kemi mbuluar plotësisht për njërin nga gjërat që ne kemi të articulate. Janë terminologji që mund të duken çik të vështira, por nëse do t'i ktheheni sfidës që ditën e parë, dhe t'i ndiqni me radhë të gjithë arritësit do kuptoni çfarë janë duke thënë. Në parim, kemi dalë nga communicate, kemi gjetur çfarë do bëjmë. E dim rëndësinë pse.
kemi vendosur 2 ose 3 KPIs. Vim tek fika, kemi vendosur dhe me cilët persona do duam të bashkëpunojmë. Shumë e rëndësishme kur fillojmë sot. Fillojmë sot. Në fakt, gjatë sfidës tonë ajo që ne kemi bërë, kemi mësuar procesin. Unë kam marrë dhe nga ana tjetër e tavolinës së një coachi. Ju kam thënë çfarë duhet bërë dhe si duhet bërë në mënyrë të vazhdueshme. Por tani për idenë që keni vendosur, është e domosdoshme të filloni të veproni me persona të cilët ju keni zgjedhur që të bashkëpunoni, apo nëse keni vendosur të mësoni diçka prej këtyre personave, ju lutem, uluni dhe vendosni një kalendar në cilin ti merr drejtimin. Personi tjetër është bashkëpunëtori, por ti je autori, ti je pronari i idesë. Ju lutem mbajini këtë se është shumë e rëndësishme, sepse unë shoh në shumë nga bizneset që unë punoj, pjesa që humbet shpesh herë është pikërisht kjo. Pjesa që ne harim të vëmë më njanë kush është autori. Ti je autori, do të thotë që ti merr vendimin e marrjeve të veprimeve masive. Take massive actions. Kjo është që varet nga ty dhe nga askush tjetër. Pra dhe njëherë, shkruani kur do të filloni. Dhe unë do doja përgjigjen sot. Okej, miq, preka disa tema që janë shumë të rëndësishme dhe në këtë kafe sot dua vetëm të sqaroj një gjë. Çdo të thotë 3 llojet e njerëzve me cilët ne mund të bashkëpunojmë, mund të kemi bashkëpronar, mund të kemi bashkëpunëtor të tjerë, mund të kemi punëmarrës, mund të kemi punëdhënës, në të gjitha lidhjet që ne kemi në tregun e punës. Dhe ne po flasim për një projekt që jemi duke bërë tani, apo jemi duke folur për një ide që kemi që duam të realizojmë deri në shtator. Koncepti i cili është 3 llojeve të njerëzve. Lloji i parë njerëzve janë ata të cilët kur ti u thua do të bëj këtë gjë, ata thonë po, të besoj. Zakonisht nuk kanë shumë fjalë. Janë persona që të kanë ndjekur, që të dinë çfarë ti bën dhe shikojnë në një farë mënyrë atë që unë them gjurmët që lë suksesi yt. Nuk ka nevojë të bëj shumë pyetje. Dhe këta janë all okay. Sigurisht ata bëjnë pyetjet e duhura, por këta janë grupi me të cilët unë dua të punoj. Fjalë pak, punë mbaruar, njerëz që dinë pozicionin e tyre dhe që jepen me gjithçka. Grupi i dytë janë grupi që thonë që në momentin e parë ata dinë ç'bën ti, shpesh herë të ndjekin, por brenda tyre nuk kanë të njëjtat objektiva, nuk kanë të njëjtin sens për jetën. Zakonisht janë persona të cilët janë që ankohen shumë, janë ata persona që dhe kur të shikojnë suksesin tënd, prapë shikojnë me një sy që okay. Dhe zakonisht ta merren vesh sepse të vrasin. Kur del nga takimi me ta ti ndjen sikur të kanë ikur energji. Dhe është shumë e rëndësishme, por shumë e rëndësishme miq të kuptojmë që me këta njerëz sa më larg nga jeta, sa më larg nga koha jon, sa më larg nga sidomos nga bashkëpunimet. Sepse janë njerëz që në një moment caktuar, edhe nëse në fillim thon, "Ok, do ta bëj" sepse lakmojnë gjën e mirë. Sa po fillojnë vështirësit, ta janë të parët që lëvizin nga fronti, që të lënë në mes të rrugës, ose janë persona që ta nxjin sepse ti ma the, ti ma bëra prej teje. Grupi i tretë, që këta janë çik më të vështirët për të dalluar. Janë persona të cilët thonë, ide shumë e mirë, bëje, s'ka problem. Ti shko dhe unë jam këtu, pa problem. Patjetër që unë jam me ty, po vazhdo të besoj ty. Këta janë persona që për mendimin tim janë ata që ne na lën të ngelemi tek gjëja e mirë, tek gjëja mediokre, po asnjëherë që të kalojmë tek ajo që është ekselenca jon, apo më e mira jon. Gjithmonë flasim për persona të cilët kanë interese në jetë. Pra, objektivat e tyre, objektivat tona janë krejt ndryshe. A ka gabim në këtë gjë? Unë nuk mendoj se ka gabim, ama gabimi është yti mik. Ti do t'i ngjitesh majave të maleve, dhe gjesh njerëz që kanë këllçe që duan t'i ngjiten majave të maleve, sepse do t'i të vështirë. Ngjitja është e vështirë. Këta janë zakonisht njerëz që duan të ndajnë me ty atë qëndrimi i lartë të majt malit. Unë do të thoshja miq që është një ushtrim që unë bëj me klientët e mi, të cilin për ata që janë në sfidë do ta ndaj te grupi ynë i WhatsAppit. Ushtrimi është që ne marrim dhe bëjmë një skanim të gjithë atyre të cilët ne na marrin kohë në 24 orëshën tonë. Ndaj unë nuk ndaj jetën nga puna, ndaj unë nuk besoj në balanca jetë-punë, ne kemi një jetë. Brenda kësaj është dhe puna. Dhe ne shikojmë, skanojmë gjithë njerëzit që janë në jetën tonë dhe fillojmë të bëjmë pikërisht të ndarje dhe është kjo që ne na vlen jashtëzakonisht shumë në bashkëpunimet që ne bëjmë. Kuptoni, sot asgjë nuk bëhet vetëm. Çdo gjë është në një bashkëpunim. Në një formë apo në një tjetër. Siç jeta nuk bëhet vetëm. Patjetër duhet të jemi, kur thuhet në Bibël që 2 janë më shumë se 1. Patjetër është shumë e rëndësishme. Kështu që ajo që dua
që ju them, ju lutem, jeni shumë seriozisht me kë ndani kohën tuaj, me kë ndani projektet tuaja. Sepse mund të bëni një përgatitje të jashtëzakonshme për një projekt dhe vetëm sepse gjën bashkëpunëtorët e gabuar, që në momentet e para ky projekt është i destinuar të dështojë. Good. Mendoj që e kalova iden. Shifemi në kafen tjetër. Okej, miq. Një koncept tjetër që kam kapur kalimti ndërsa flasim më sfidë është koncepti i take massive actions. Një nga gjërat kryesore që kam përmendur është gabimi që ne shpesh herë bëjmë, që ne kur gjejmë bashkëpunëtorët tanë, bëhemi të barabartë me ta. Dhe mendojmë që është okay, përdesa kjo është një ide që unë e kam për të realizuar, patjetër me personin që bie dakord me mua, do fillojmë që në momentet e para jemi të dy barabartë, ti do vë shto, do vë këtë, hajde të punojmë bashkë, dhe është një emocion i fillimit, është një entuziazëm i fillimit, i cili na bën shumë mirë. Por kur fillon puna, nëse nuk e ndash shumë qartë rolin tënd si A, pronari i ides, B, si drejtuesi i projektit, C, si truri i procesit, dhe D, personi që merr vendimet më të rëndësishme, çdo person tjetër do futet në këto 3 të 4 të cilat në fakt janë truri i çdo CEO-je. Truri i çdo pronarit të një ideje. Në ka një gjë që unë shikoj në bizneset që dështojnë, ose që janë afër dështimit dhe mua më ftojnë të thonë që çfarë kemi për të bërë, dhe ne kur bëjmë skanimin i parë nxjerr pikërisht të gjën, që CEO ka qenë në logjikën e open-minded, demokratik, në llojin e coachit, ndërkohë që duhet një CEO, në fillim duhet një CEO autoritar, një CEO vendimarrës, një CEO që çan rrugën, dhe shpeshherë rruga është shumë e vështirë se ti shkon në një shteg të ngushtë. Shtegu i ngushtë atje ku nuk kanë hyrë të tjerët, atje është fitimi më i madh. Prandaj u besoj që cilido nga ne, nuk ka rëndësi ti jesh big CEO, nuk ka rëndësi ti jesh një aksioner diku, nëse cilën nga idetë tona, atje janë asetet sot. Idetë bëjnë ndryshimet. Zbatimi i tyre sjell transformim. Okej, ju uroj një ditë të bukur. Lida. Përshëndetje miq. Ja një kafe nga makina sërish. Kemi arritur në pikën e marrjes së vendimeve. Kemi caktuar shumë mirë çfarë duam të bëjmë, e kemi shumë të qartë, kemi përcaktuar edhe me kë do punojmë, dhe kemi arritur te pika që duhet të marrim veprime. Cilat janë gabimet më të mëdha që unë vëre në tregun e punës tek personat që duan të ecin, që duan të zhvillohen, që kanë mundësi të ecin, që kanë mundësi të zhvillohen. Cilat janë ato gabime? Dhe unë t'i ndaj në 3 lloje. Gabimi i parë është që ka të bëjë me entuziazmin. Do ta quaj entuziazëm atë gjën që ne kemi kur jemi futur në një sfidë, për shembull, kemi bërë një synim, kemi parë pse është i rëndësishëm, kemi studiuar, jemi në një grup bashkë, nxisim njëri tjetrin, dhe vjen puna që duhet të marrim hapat tona, veprimet tona. Edhe ajo që ndodh është që kur bëjmë hapin e parë, dalim në realitet. Atje do vesh do bësh një ndryshim. Shpeshherë ky ndryshim është një ndërprerje diçkaje që është bërë në mënyrë të vazhdueshme, në të njëjtën formë. Dhe ti shkon, dhe ti thua, jo, kjo do të bëhet ndryshe. Çfarë pret? Pret që njerëzit të presin me lule? Flas në rastin më ekstrem të vështirësisë. Pra vështirësia është që ti do të kesh, që në momentin e parë do kesh shumë njerëz që do jenë kundër, shumë procese që janë kundër, shumë procedura të cilat janë realisht të vjetra, dhe ajo që ti shton vlerë, ajo do të bëjë që shumë njerëz të jenë pa kënaqur me ty. Ky është kategori e parë, dhe çfarë ndodh që unë e quaj entuziazëm ose mungesë entuziazmi është që në momentin e parë kur ti shikon që e thënë në gjuhën popullore të thyen turinjt, atë gjë e parë që ke është nuk ke me atë entuziazmin, sa mirë po bëjnë gjë të madhe. Nuk i ke. Dhe ti kthehesh dhe thua, isha mirë kur isha keq. Dhe kjo është thyrja më e madhe që bëhet. Çfarë ndodh mbasi ndodh kjo thyrja prej mungesës së entuziazmit? Është që ti fillon të vësh në dyshim 1 për 1 vetë synimin kryesor. Pra ti nuk vën më në dyshim çfarë duhet të bëj, çfarë duhet të ndryshoj, si duhet ta kthej këtë gjë në rutinë, si duhet të bëj që unë të marr të vë disa alarme që do më kujtojnë paraprakisht në arritjen e diçkaje. Por vemi më njëherë tek pyetja më e madhe që i bëjmë vetes e themi, ç'mu desh që hyra gjithë kësaj? Pse harxova gjithë të kohë? Pse mendova që do bëja këtë ndryshim? Kjo është kategori e parë. Kategori e dytë që është, do thoshja, më e parë, më common, më e përgjithshme, është ajo që ne mendojmë që mund të harrim, që ta hedhim një listë me një goditje. Të vendosësh të bësh diçka do të thotë që çdo ditë nga pak
ti kthesh synimit kryesor. Dhe do të thotë që kjo nuk arrihet me një veprim, është take massive actions, pra do të marrësh shumë veprime me njëherë. Çdo do të thotë marrësh veprime me njëherë, nuk do të thotë që të varësh të vraposh e të bësh gjithë gjërat me vrap me njëherë. Jo, kjo do të thotë që e para fare çdo ditë do të kesh një mendje e cila rinovohet në përputhje me objektivin që ke vënë vetes, me synimin që ke vënë vetes. Dhe kjo është një gjë ditore. Kjo është ditore që do të punosh me veten, sepse vështirësitë e para që do dalin, siç thash, do të bëjnë të vësh në dyshim synimin, atë që ti do të arrish. Duke marrë shkas që, okay, ndofta veprimi i parë që ti bën është i suksesshëm, ja vlen. Ndofta ajo vlerë që ti po sjell në treg është e shumë mirë pritur, njerëzit do ta duan. Por kjo nuk vjen me një veprim, duhet të kesh veprime në mënyrë të vazhdueshme. Pra nëse, të them, gabimi i parë ishte vrasja e entuziazmit dhe menjëherë lënia, heqja dorë, e dyta është nëse ti shikon që do të harish diçka dhe mendon që të harish me një veprim, jo, duhet sër veprimesh në mënyrë të vazhdueshme. Edhe e treta që unë besoj që është ajo që mund t'i vër kapakun gjërave, është që ne kur merremi dhe bëjmë këto veprimet, zakonisht ne presim rezultatin të vijë që në momentin që ne bëjmë veprimin e parë. Nuk mund të kesh rezultat të shpejtë, sepse ajo që ne kërkojmë në veten tonë është të bëjmë një transformim, i cili në mënyrën që ne këtë gjë ne bëjmë për një synim sot, por mund ta bëjmë për çdo synimin tonë nesër. Pra për çdo gjë që ne vendosim, duhet fillojmë të kuptojmë që ka ndryshime të përditshme, të cilat sillin ndryshime totale, të cilat në fund fare sillin rezultate. Çfarë unë shikoj në 10 veta, unë shikoj 7 veta që dorëzohen pikërisht tek TS-ja, tek marrja e veprimeve, atje ku ata shikojnë që nuk janë rezultatet, nuk po vinë rezultatet. Dhe çfarë ndodh? Pyetja që bëhet vetes, pikpyetja më e madhe është shmudesh që nisa, kote kisha, ndërkohë që në këtë moment ka shumë mundësi që ne mund të ulemi dhe të bëjmë ca ndryshime të vogla në mënyrën se si dalim në treg. Pra nëse është një produkt që ne jemi duke provuar, do shikosh sa është çmimi, mënyra e komunikimit, cilat janë format e shpërndarjes, mund të jetë mesazhi. Pra ti do shikosh pa u larguar nga synimi kryesor që do të harish, do shikosh cilët janë ato element që ti fillon t'i bësh pak në pak, këtej andej, shkurto pak këtu, hiq pak këtu, ndrysho këtu, provo këtu, por kjo është një mënyrë jetese. Kjo do të bëj që të vi rezultati. Rezultati nuk do vi që me daljen e parë që ti do bësh në treg, që me synimin e parë që ti ke vënë. Pra, është shumë e rëndësishme mos të rriqemi nga koha kur ne kemi mbjell shumë mirë diçka dhe nga koha kur ne do marrim frutet. Shumica e njerëzve largohen sepse shikojnë që ajo pema që kanë dalë në treg dhe që e kanë ujitur dhe që janë munduar shumë në këto javë që po punojmë së bashku, është që duket sikur ka vetëm gjethe, duket sikur ka ndonjë bulës fruti aty këtu, por nuk ka frut, por nuk ka mundësi të ketë frut kaq shpejt. Nuk ka mundësi. Fruti më i madh i mundshëm është kjo. Puna që kemi bërë me muskulin midis dy veshëve, me trurin ton. Prandaj unë besoj, duke i përmbledhur edhe një herë, jemi tek pjesa e X, jemi tek TS në fund fare, që është take massive actions. Dhe po themi cilat janë 3 qëndrime, të cilat ne na bëjnë që të dorëzohemi në fund fare. Dhe si thash, e para fare, cila ishte? Shkruaje. E dyta, cila ishte? Shkruaje. E treta, cila ishte? Dorëzimi para se të marrim frutet. Okej, po vazhdoj kafen, duke folur çfarë ndodh kur ne fillojmë të marrim fruta. Çfarë ndodh kur ne i kemi kaluar këto fazat e këtyre, e si tham, articulate, communicate, take action, i kemi kaluar shumë mirë, dhe kemi arritur në pikën që me punë, dhe vetëm me punë, kemi filluar të marrim rezultate. Zakonisht, marrja e rezultateve shoqërohet me, do të thoshja, me ndryshim në veten tonë. Ndryshimi i parë shumica e njerëzve është që e bëjnë shumë të qartë dhe fillojnë të flasin për gjën që po bëjnë, për rezultatet që kanë arritur. Nuk janë më të turpshëm, fillojnë të provojnë. Në çdo tavolinë që ulen e çojnë bisedën tamam tek ajo që ata shesin, tek ajo vlerë që ata shtojnë. Dhe kjo shpeshherë krijon disa radhë të cilët në vend që të na ndihmojnë, na dëmtojnë. Edhe çfarë janë këta radhë? Unë i quaj këta radhë që do të thotë para vetja,
e dyta shoqëria dhe e treta familja. Në vete, dhe që shikoni nuk merren fare me njerëzit në punë dhe i quajtë shoqëria. Me ata që ti zgjetulesh, pra le të themi tek vetja. Rrethi i parë është ai vetja. Gabimet më të mëdha që unë shikoj janë ato që kanë të bëjnë me, për shembull me garderobën, për shembull me ndryshimin e makinës, për shembull me ndryshimin e disa zakoneve që kanë qenë të mira, të qenësishme, të shëndetshme. Çdo të them me këtë. Gabimet më të mëdha që na vijnë nga suksesi ynë, kur ne fillojmë kemi sukses, kemi rezultate, është e para fare ne duam t'ju tregojmë të tjerëve. T'ju tregojmë të ndryshojmë çfarë veshim, të ndryshojmë si thash çfarë si mbajmë flokët, të ndryshojmë dhe mundësisht ta bëjmë të gjën sa më të dukshme. Kjo është ajo që unë e quaj rrethi më i rrezikshëm që mund të ketë njeriu. Sepse këtu fillon që ti atë gjën që ke bërë, atë vlerë që ti po sjell, ta minimizosh në si ta tregoj të tjerët. A do të thotë që duhet të rregullosh selësinë e jetës tënde? Patjetër duhet ta rregullosh selësinë. Patjetër them unë, përdori ato lekë që po merr, përdori të kesh garderobën mirë, përdori të bësh pushime më të mira për vete, jo për t'u treguar të tjerëve. Çdo të t'u tregojnë të tjerëve. Nuk i keni iden sa herë bëhem e bezdisur kur ju them CEO-ve, të lutem mos nxirr foto apo video nga pushimet që ti bën. Mik apo mikesh dashur, pse do të di unë ku vete ti për të bërë pushimin? Pse do të di unë që ti je tani duke ngrënë karkaleca në anë të detit? Për çfarë arsye? Çfarë të vlen kjo ty? Nëse përkundrazi vetëm do të ishte nëse ti tregton karkalecat për shkakun, apo je pronari aty lokalit, por ndryshe për çfarë arsye do duhet tregosh ti tani që ti ke bërë lek dhe që ti po vetëm me sa pushime që të tjerët nuk shkojnë dot? Çfarë të vlen ty kjo? Në qoftë se ti shijon, ti ulesh dhe nuk do të kesh telefonin aty afër. Ky është rrethi i parë. Rrethi i dytë ka të bëjë me rrethin e miqësisë së shoqërisë. Ulesh me ta dhe gjë e parë që dëgjon, edhe pse ti nuk i ke dhënë këtë mundësi që thash nga rrethi i parë, ai që ti dëgjon është apo ti tani e bër boss, apo ti tani e bër shef, apo ti tani e bër me lek, ku pyet ti për ne? Dhe është një rreth vicioz shokësh dhe shoqësh, të cilët të godasin sepse ke bërë sukses. Mund të flasim më mbrapa njëri tjetër çfarë duhet bërë sepse i kemi të dashur, i kemi të shtrenjtë, nuk do t'i humbasim, por nga ana tjetër duhet kuptojmë që suksesi ynë në mënyrë të vazhdueshme do na nxjerrë në maja të tjera ku ndoshta është një shoqëri tjetër që na pret. Mund të jetë një shoqëri e cila nxitet nga ne. Është një shoqëri e cila të do për shkak se je një person që lë gjurmë suksesi kudo që shkon. Pastaj është rrethi i tretë, rrethi familjar. Këta janë njerëzit më të afërt të cilët i kemi lidhje gjaku. Edhe do flas më mbrapa çfarë bëhet me të tre ratët, por po flas në parim. Vetëm jemi tek formula, tek massive actions, edhe cilat janë disa nga ato gabime që unë i quaj që na bëjnë të kthehemi tek fillimi, dhe të kthehemi shumë më keq te fillimi. Dhe ato i zurangoj që rrethi i parë jeti veç, rrethi i dytë janë miqt, shokët, dhe rrethi i tretë janë familja, janë gjaku. Çfarë ndodh me njerëzit anë të gjakut? Kemi pasur disa tradita, disa zakone, ku të gjithë shkonin, dhe ti ndihen tani që ti ke mundësi të ndash me ta që po, je më mirë nga ana ekonomike. Do të kesh prej tyre, të cilët gëzojnë, dhe janë me njëherë kuptohen ata që gëzojnë, nuk është ndonjë teori e madhe ti marrësh vesh, ke dhe nga ata të cilët nuk gëzojnë, dhe ai që do fillojnë të bëjnë bishta, është që do të bëjnë të ndihesh i tepërt apo i tepërt. Unë besoj që lidhja e gjakut është shumë e rëndësishme, ne duhet të punojmë për lidhjen e gjakut, por e them kjo, lidhja e gjakut nuk justifikon bullizimin nëpër familje. Dhe këtë e them me vetë dije sepse kam parë shumë veta që mund të durojnë dhe në punë dhe nuk durojnë dhe janë të drejtë për drejtë, i vënë kufijt atje ku duhet, vënë kufirin te thana kur njerëzit i dëmtojnë, ama vinë në familje dhe mund të pranojnë nga njerëzit e dashur bullizim. Unë besoj që kjo është gjë shumë e pashëndetshme. Dhe kjo reflekton më mbrapa në marrëdhëniet e këtij personi suksesshëm në rrethin e punës. Prandaj unë besoj që është shumë e rëndësishme që ne të marrim në dorë veten tonë, suksesin tonë, dhe të mos ja lëm rastësisë. Ne ta dimë shumë mirë që suksesi që ne po krijojmë është për të bekuar familjen tonë. Basta, a do të thotë kjo që duke bekuar familjen unë do të lejoj që të bullizohem? Në asnjë mënyrë jo. A do të thotë kjo që unë duhet ndajem nga familja, nga njerëzit e dashur? Absolutisht jo. Ama kufirit e thana thot populli,
është shumë e rëndësishme. Kufirit e thana shpeshherë mund të ketë të bëjë me anën financiare. Unë do të thosha që secili nga ne e di shumë mirë ku i pikon çatia, por shumë kryesore është që të rrethohemi me radh të shëndetshëm dhe ta bëjmë që suksesi të jetë i përsëritshëm. Ky është qëllimi. Okej. Në varësi të pyetjeve tuaja, do të lidhem me pikat që unë besoj që i shërbejnë këtyre sa thash më lart, okej? Gjithë bekimet e Perëndis, miqësisht Elida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndoshta në Facebook me Elida Motro, ndoshta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjë me mua, ka të bëjë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunojmë. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.